Pashka nuk është vetëm një festë, por është një thirrje. Një thirrje për të ndryshuar, të ndryshosh mënyrën e të menduarit, të rishikosh pa përparësitë e zgjedhjeve, të korrigjosh gabimet. Nuk mund të kremtojmë ringjalljen e Krishtit dhe të qëndrojmë të njëjtë. Diçka do të ndryshojë në jetën tonë, që mund të themi në të vërtetë e kremtojmë Pashkën. Edhe ne, në përditshmërinë tonë të shënuar nga lodhja, zhgënjimet, vetmia, kemi nevojë për një zgjim, për një gjallje të brendshme. Edhe ne kemi nevojë të ripërtërisim besimin tonë në Krishtin, që është i gjallë. Si të krishterë, e dim që Jezusi është ringjallur. Besojmë në të. Ky është arsye për të cilin jemi këtu. Të gjithë mund të pohojmë që Jezusi është i gjallë. Por shpeshherë nuk e takojmë Jezusin gjallur. Madje ndoshta akoma nuk e kemi takuar, sepse vazhdojmë ta kërkojmë Jezusin në varr, ndër të vdekurit. Si Magdalena, duhet të kërkojmë të ringjallurin me dëshirë për ta kërkuar, për ta takuar. Sa më shumë dëshirojmë takimin e hyn me të, më shumë dëshirojmë të takohemi me Krishtin, më shumë rritet besimin tonë në të. Do të kemi gjithmonë këtë dëshirë, vazhdimisht. Nuk mund të themi që kemi takuar Krishtin një herë e jemi gati, na mjafton. Gjithmonë do të kemi në zemër dëshirë për të takuar Krishtin. E ashtu edhe ne mund të bëjmë atë kalim që ka bërë Magdalena, nga vdekja në jetë.